Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s janë mbledhur në Bruksel për një samit 2 ditor ku fokusi kryesor është rritja e shpenzimeve për mbrojtje dhe përforcimi i unitetit brenda aleancës, përballë kërcënimeve globale. Pritshmëritë janë të larta për shefin e diplomacisë amerikane Marco Rubio, i cili pritet të përcjellë mesazhin e qartë se aleatët evropian duhet të rrisin kontributet e tyre financiare për mbrojtjen kolektive dhe të ndajnë barën në mënyrë më të drejtë. Rubio, i cili më parë shihej si një mbështetës i fortë i lidhjeve transatlantike, përballet me shqetësime nga diplomatët që dyshojnë në ndikimin e tij real brenda administratës amerikane. Takimi aktual konsiderohet një provë për samitin e madh të Hagës që do të mbahet më 24 deri 26 qershor, ku Aleanca pritet të riafirmojë angazhimin e saj për mbrojtjen kolektive dhe të përcaktojë hapat për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte po kërkon nga të gjithë aleatët që të angazhohen për të shpenzuar të paktën 3.7% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje sa më shpejtë, jetë e mundur dhe të raportojnë rregullisht për përparimin e tyre. Kjo lëvizje synon të qetësojë shqetësimet e presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka kërkuar më shumë përkushtim financiar nga aleatët europian. Rubio, një zë kritik për çështjet e mbrojtjes dhe sigurisë, pritet të theksojë rëndësinë e një qëndrimi të ashpër ndaj Rusisë dhe Kinës, ndërsa kërkon mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën përballë agresionit rus. Gjithashtu ai pritet të rikonfirmojë angazhimin e SBA-s ndaj nenit 5 të traktatit të NATO-s, duke garantuar mbrojtje të ndërsjellë për të gjithë aleatët në rast sulmi. Në muajt në vijim NATO do të zhvillojë takime të tjera jo formale të ministrave të jashtëm dhe të mbrojtjes për të diskutuar strategjitë e ardhshme përfshirë ato që lidhen me sfidat globale të sigurisë dhe përgatitjet për samitin e Hagës. Këto takime pritet të forcojnë koordinimin brenda aleancës dhe të përgatisin terrenin për vendime të rëndësishme që do të ndikojnë në të ardhmen e NATO-s dhe stabilitetin ndërkombëtar.